Aktori i njohur turk Burak Özçivit, një nga emrat më të dashur për publikun shqiptar përmes roleve të tij të paharrueshme në seriale si Kurtulues Osman, Kara Sevda dhe Çelikusu, ka zgjedhur Shqipërinë si destinacion për disa ditë pushimi këtë verë. Vizita e tij në jugun e vendit, konkretisht në qytetin bregdetar të Vlorës, ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave të shumë që e njohin dhe adhurojnë aktorin për talentin dhe karizmin e tij. Burak është fotografuar në një nga restorantet më të njohura të qytetit, ku duket i relaksuar dhe i buzëqeshur, i veshur me një stil sportiv dhe të rastësishëm. Ai ka pozuar me miqjet dhe stafin e lokalit, por edhe me fansa shqiptarë që e kanë njohur më herët dhe kanë kërkuar të realizojnë një kujtim me të. Atmosfera është mjaft e ngrohtë, ndërsa Buraku është treguar i përzemërt dhe i gatshëm të ndalojë për çdo kërkesë fotografie apo përshëndetje. Burak Özçivit nuk është i pari emër i njohur i botës së kinematografisë dhe artit që viziton Shqipërinë vitet e fundit. Prania e tij tregon qartë për një rritje të imazhit dhe tërheqjes së turizmit shqiptar në sytë e publikut ndërkombëtar. Në një kohë kur Shqipëria po promovohet intensivisht bregdetin e saj të mrekullueshëm, mikpritjen dhe ushqimin mesdetar, ardhja e një ylli si Burak është jo vetëm një ngjarje për fansat, por edhe një reklamë e jashtëzakonshme për vendin. Vlora, një nga perlat e rivierës shqiptare, ofron plazhe të kristalta, vende historike dhe një atmosferë të gjallë, sidomos gjatë sezonit veror. Me pamje të mahnitshme mes detit të maleve, qyteti po bëhet çdo vit më shumë destinacioni preferuar, jo vetëm për turistët shqiptar, por edhe për të huajt. Restorantet e buzëdetit ku gërshetohet kuzhina tradicionale dhe moderne janë një tjetër pikë e fortë që tërheq figurat e njohura. Vizita e Burak Özçivit vjen në një moment kur Shqipëria po përpiqet të pozicionohet si një destinacion elitar në mesdhe, e pranueshme me çmime, e pasur në përvoja dhe me një potencial natyror e kulturor të pasbuluar. Ende plotësisht Shqipëria po hyn në radaret e vijeve botror duke e rritur besueshmërinë dhe kuriozitetin për ta eksploruar.